gënjen zyrtarisht, gënjen pafyrësisht, gënjen në takime zyrtare. Pas ndërhyrjeve ndërkombëtare, ligji i PPP-ve pësoi ndryshime në vitin 2024, që nga viti 2024 gjërë sot, asnjë PPP nuk është dhënë bazuar në ligjin e ndryshuar. Asnjë. Parlamenti Evropian i bën thirrje Komisionit Evropian dhe vendeve anëtare të insistojë në zbatimin e marrëveshjes stabilizim asociimit nga Shqipëria, të mos pranojnë përjashtimin e kompanive të tyre nga gara në Shqipëri, sepse në këtë mënyrë ndëshkohen edhe takspaguesit shqiptar, të cilët paguajnë punët publike 5-8 gjërë 12 herë më shtrejtë se sa në vendet anëtare të Bashkimit Evropian për shkak të mafjes dhe klientelës së Edi Rams. Një raportim paraprak që kam nga raporti i saj, ajo është kap në flagrancë, duke mashtruar në mënyrë të shpërftyruar parlamentin dhe opinionin publik. Ajo ka dhënë shifra dhe shifra të cilat janë të kundërta me ato që kanë dhënë institucionet zyrtare të Shqipërisë. Imagjinoni se si e mashtrojnë këta Bashkimin Evropian. Se çfarë mashtruese është kjo? Në qoftë se ILD-ja apo KLG-ja deklarojnë se për shqyrtim në një dosje dhe në raport e fundit, për shqyrtim në një dosje duhen 16 vite, mashtruesja Edi Rams, ky tregues është më i mirë se më parë, pa reformës. Imagjinoni se ç'është person i papërgjegjshëm është kjo. Në një kohë kur, para reformës, dhe jo para vitit 13, po në vitin 14, 15, 16, statistika tregon se duheshin jo kur më shumë se 3-4 vite, apo 2-4 vite, kurse tani 16 vite, e fundit fare. Apo thot se stoku i dosjeve është ulur në një kohë kur statistika e institucioneve zyrtare të drejtësisë thot se është rritur këtë vit me 3.000 dosje tjera, me 4.000, më falni. Ishte 143.000, thot statistika e tyre, që edhe e fshehin, po tani është 147.000. A e kuptoni ju se si duhen këta me mashtrime të ecin